Përshëndetje miq të dashur, jeni mas miri në botë. Unë nuk deshta me përfundu 2025 ta paja u bë këtë video sepse vërtet duqe në pika të shkurta mja u thonë mrekullit dhe krejt ato se shka ka ndodh këtë vit edhe duqe 2026 me qenë viti i juj, viti yt, me qenë viti ku ti kime qenë pjesë e këtyne manifestime dhe mrekullive që ka ndodhë këtë vit dhe i di se 2026 ka me qenë halama fuqishme. Në jetën time ka ndodhë qatë shumë gjana këtë vit sa që jam fascinu dhe më thonë me krijimin, prap. Këtë vit ka qenë një vit ku unë kam qëndru shumë me vetën time. E dini unë meditoj tash 12 vite dhe merrem me zhvillim personal tash 12 vite, gati 13 dhe ky ka qenë një vit sikur ato vitet e mia të parat ku unë kam qëndru shumë me vetën time, ku unë kam meditu, ku unë hala ma fuqishëm i kam vëzhgu menimet e mia, emocionet e mia. Ka qenë një vit hala ma shumë i kthimit ka vetja, qetësia, heshtja dhe përjetimi i asaj fuqie që është në qetësi dhe në të tashmen. Ka qenë vit reflektimi thellë, ka ndodhë qaq shumë gjana këtë vit, qaq shumë manifestime, qaq shumë shërime, ndryshime të njerëzit sa që unë vërtet nuk mundem brenda një video me javë tregu krejt sukseset që ka ndodhë të njerëzit. Gjanat jashtëzakonshme, gjanat që njerëzit e quajnë të pamundur, ne e kemi pa dhe kemi qenë dëshmitar se është e mundur. Këtë vit kam marrë qaq shumë, ka qenë viti që unë jam shpërbly, mu i me thonë, për krejt energjinë e mirë që e kam dhanë, për krejt ndimen që e kam dhanë atje jashtë, për çdo investim që unë e kam banë vetën time, për çdo dashuri, mirësi, kontribut që unë e kam dhanë atje, vërtet manifestimi fundi që ka ndodhë në 10 orë me librin tim që ka marrë botën, ka qenë diçka që unë e kam shkru njerëz. Unë e kam shkru çdo ditë. Librat e mia janë bestseller botror. Librat e mia shiten në krejt botë. Kjo është ajo që unë e kam ja dhanë për vitin 2026. Do m'ju dhoni diçka që ju nëse filloni me e ba vërtet keni me pa ndryshime. Dhe ka ndodhë manifestim që qartë unë e kam vizualizu, e kam manifestu, por jo qaq bashkë qashtu, do më thonë, dhe kjo është ajo sepse unë e jetoj bindjen se gjithmonë gjithçka bëhet hala ma mirë se sa unë e imagjinoj, dhe gjithçka ndodh për të mirën time, gjithçka punon për të mirën time, dhe këto janë bindje që unë i jetoj. Dhe edhe për problemet, do më thonë, unë e kam një bindje që mbas çdo problemi më shifet një dhurat, kam një dhurat, kam një diçka me marrë dhe unë kam me manifestu qashto. Krijimin, njerëz ju kam folë qaq shumë për krijimin, qaq shumë ju kam folë. Dha manifestimi me libër ka qenë një diçka, nuk e di, për mu fascinuese, po jo e pa arritshme, kam ju dhanë sot një diçka shumë të fuqishme, kështu që qitni një kafe, një qaj, ulluni dhe rrini me Valentinën, sepse keni me marrë sot shumë brenda pak minutave. Ju thash që 2025 ka qenë sukses në gjitha sferat e jetës teme, në gjitha. Unë vërtet jam rrit dhe kam pa që neuroplasticiteti vërtet funksionan, që na mujna me kriju lidhje të reja në tru, që na mujna me ndryshu personin, dhe unë kam ndryshu si person për me marrë krejt këto gjana në jetën time, dhe krejt këto njerëz na i punojmë në akademi, krejt këto, krejt. Punojmë çdo ditë nga pak me ndryshu veten tonë, çdo ditë nga pak me transformu. Para se të futëm tek motivimi i vitit 2026, unë po du m'ju tregu se çka ka me ndodhë në vitin 2026, si programe, si trajnime që na i kemi në plan. Do më thonë, në janar, Romina
do mbaj një program 21 ditë për anëtarët e akademisë dhe të gjithë ju që dëshironi të jeni pjesë, 21 ditë meditim dhe yoga, punohet për pastrimin e çdo çakre përmes jogës dhe meditimin dhe pastaj rikrijimin e një personi të ri, identiteti të ri, energji të re në trupin e juve, është diçka shumë e fuqishme, kështu që unë jo preferoj nga zemra. Diçka tjetër që vjen në janar, ndoshta përfundohet në janar, nuk jam e sigurt, shkort është një diçka që është hala sekret, në një diçka që kena punu gati 2 vite dhe së më pritet ka qenë një ide e shumë vjeçare e jemja që kemi fillu para 2 vite me bisedu dhe me fut në punë dhe 2026 ka me dal ky projekt që e kena punu me shumë dashuri. Në mars kam mendu ta mbaj një kurs, sepse në akademi ekziston një kurs rikrijoj jetën tënde që është super i fuqishëm për krejt emocionet dhe këtë kurs do e mbaj në mars nga data 2 deri me 27 dhe mbas marsit nuk kemi gjatë tjetër post ndoshta del në sen, kështu që mos e mëni se nuk kam e da se ndoshta në një surprizë, do një ide jemja diçka që e ndjej, sepse tjera gjona i lshoj me i ndjej dhe me i bën, do të thonë me qenë aksion inspirativ, e inspiruar prej intuitës, prej brendësisë teme. Kështu që mbas atij kursit, përpos që kemi takime javore në akademi, me meditime të fuqishme, me materiale që janë krejt në akademi, me punë dhe teknika dhe ushtrimet e përditshme që ndodhin në akademi. Do të thonë një udhtim i përbashkët që e bëjmë çdo ditë dhe manifestime kena plot, ndryshime kena plot, shërime kena plot, kështu që nuk kam fjalë mi përshkru krejt ato. Mas krejt këtyne ka me ndodh ritriti, pushimi transformues 7 ditë jena ndeti bashkë në Shqipëri, me një super energji, e shenja aty se kur ngritet energjia, çka lirojnë krejt njerëzit, çka lshojnë krejt njerëzit, kur ndryshojnë bindje, kur ndryshojnë menimet, kur ndryshojnë energjinë e trupit, kur jena 7 ditë në një energji, në një vibrim shumë të lartë, qysh shkojnë të ra disa gjana dhe kemi pa live, dhe më thonë, janë shëru njerëzit që kanë pas 17 vjetë, psoriazën, sëmundje të ndryshme, diabetin, edhe depresiona, do të thonë njerëz që kanë marrë medikamente me vite e kanë pasur për 7 ditë s'kan nevojë me i marrë. Ankth edhe shumë do të thonë përjetime të ndryshme, shërime të ndryshme që ndodhin aty. Nuk du mi u fol për retreat sepse edhe njerëzit që kanë ardhur aty kur më kanë dëgjuar mua të fol për pushimin transformues 7 ditë që e kena në maj, kanë thonë Valentin, vërtet nuk mundet mu përshkru ky pushim edhe tash po i besojnë fjalëve tua që dhe kena dëgju të videot se nuk përshkruhet. Retreati nuk përshkruhet pushimi transformues, kështu që ajo është një diçka që duhet mu përjetu. Atëherë, siç e dini, ka ndodhur shumë gjana, kemi punu, ka lind edhe një projekt ose një diçka që është tash 2 muaj në rrjedh, bas kursit Rruga drejt lirisë financiare kemi hapur broadcast, aty çdo ditë nisim letra, do të thonë 5 ditë letra meditim, ka njëherë bonuse gjana ka aty brenda dhe keni natyrisht mundësi qasje me mba pyetje direkte për krejt ata që janë tek Rruga drejt lirisë financiare. Kështu që kemi shumë gjana, shumë surpriza, kanë me ndodhë gjana halamat mrekullueshme, 2025 më ka nxjerr prej këpuca me krejt surprizat, me krejt ndryshime që kanë ndodhur, me krejt manifestime që kanë ndodhur. Vërtet ndihem njëri më i bekuar në botë, sepse për mua nuk ka suksese më të mëdha se sa manifestime, shërimet e juaja dhe ndryshimet që ju i bani. Nuk është ajo që kam arrit në top 3 kategori do të thonë, në 3 kategori me qenë në top 3 librat ma të shitën në Amazon, libri jem, nuk është libri maj bukuri ose maj miri shumë, po e ka energji. është energjia, kena me folë për energjin, është energjia njerëz. Dhe vitin 2025 më ka surprizu
në tana mënyrat njerëzve. Jam shumë falenderuese. Vendosni ose filloni me e përdor bindjen që unë e jetoj. Filloni me e përdor ata që unë e tham se gjithçka ndodh për të mirën time, sepse pastaj dhe e manifeston. Dhe gjithçka ndodh hala ma mirë se sa qysh unë e imagjinoj. Dhe nëse diçka është që du m'ja dhon prej shpirtit tem për vitin 2026, është shkruani çdo ditë realitetin paralel. Shkruani çdo ditë krejt ato shka doni mi jetu jetën e juve sikur i keni të kryme, sikur janë t'jetume, sikur t'i je. Unë kam rregullu raporte, financa, shëndetin, jetën teme në përgjithësi, dukjen teme, shumë kam transformu përmes shkrimit të realitetit paralel. Ju kam folë për shkrimin e realitetit paralel. Gëdia kam ballë takim në akademi që kam spjegu hala ma thej ose qysh me shkrimin e realitetit paralel. Ju kam nis në akademi edhe shembuj nga çdo sferë e jetës, çfarë shembujsh mundesh me marrë për me shkruar një realitet paralel. Dhe unë e shkruaj gjithmonë me falënderim. Falënderimi është frekuencë shumë e lartë, shumë e lartë. Dhe arsyeja sepse librat e mi kanë më rrinj edhe në botë ku njerëzit nuk guxojnë me menu se jo ma është edhe një diçka që kam ia dhënë juve sot. Është se njerëz kur na dëshirojmë diçka, e dëshirojmë sepse mendojmë se na duhet që ajo për me qenë të lumtur. Dhe na duket si diçka larg dhe jo e kapshme. Nëse ja kisha dhënë një teknik më të fuqishme për manifestimin të rishkrimi realitetit paralel, falënderimi, por edhe kjo që do ja vjap sot për 2026 është që bane normale manifestimin tanë, bane normale për ty me arrit libret atje, bane për ty normale me jetu me një shtëpi të bukur, bane për ty normale me u duk elegante, me u duk me sharm, bane për ty normale, jo diçka si të pakapshme, si diçka që është dikun atje, por si një diçka normale për ty, dhe më thonë, na manifestojmë ato shka na bëhen normale, për mua është normale me fituar sa fitoj sot, për mua është normale me pas shoqni që shkam unë sot, për mua është normale me jetu dashurin, për mua është normale me arritën botë. Sepse e kam bo normalitet, nuk e kam bërë si një diçka të pakapshme, por po duhet me punu në vetbesimin e juve, duhet me punu në ngritjen e vetdijes juve, me punu në ndryshimin e bindjeve t'juja, sepse bota jashtë është pasqyrë e bindjeve tona dhe na punojmë çdo ditë në akademi me ushtrime, me ndryshu, me identifiku, me ndryshu mënyrën se qysh menojmë, se qysh ndihemi. Sepse vërtet prape jetoj bindjen teme, që tham se gjithçka që manifestohet hala ma mirë se sa qysh e menoj unë. Dhe këtë më ka surprizu krijuesi, sidomos me këtë manifestimin e fundit që ka ndodhur. Por prap ka qenë edhe energjia që unë e kam dhënë, gjithë dashurin, krejt punën, krejt këto vite që kam shërby me zemër, kam shërby me shpirt. Unë kam qajt njerëz, 2 ditë kam qajt, po ma shumë më ka fascinu ajo sepse e dim shumë që kur ndodh diçka, ashtu ndodh atje jashtë diçka njerëz, ashtu vujt dikush, na qajmë shpejt, por për gëzimin e dikuj tjetër nuk qajnë shumë njerëz. Dhe ajo se çka unë kam përjetu, ka qenë që njerëzit kanë qajt prej gëzimit për mu. Dhe unë kam thonë, e kam ditë, se unë e kam e përjetu një ditë, se kam emocione, që kam e taku njerëz sikur vetën teme, që kam e tërhek njerëz sikur vetën teme, që kam e pas në jetën teme njerëz që ja dëshirojnë me krejt shpirt dikujna suksesin, që i gëzohen suksesit tjetrit, dhe unë e kam përjetu këtë bindjen teme, ma ka vërtetu natyra, ma ka vërtetu krijuesi me juve njerëz, sepse keni qaj për gëzimit bashkë me mu,
Dhe dijeni se ju e keni radhen, se na nuk mujmë me pas në diçka që na nuk ja dëshirojmë tjerve. Kjo është ligj universal. Se na marrim gjithmonë çka na japim, a menojmë për tjetrin, a menojmë për vete, s'ka rëndësi, trupi nuk e nje dallimin. Kur ti e menon diçka të keqe për dikan, ti e ndjen në trupin tan. Kur ti e menon diçka të mirë për dikan, ti e ndjen në trupin tan. Trupi yt nuk njen njëri tjetër, nje vetëm ty. Këtë kam fol njerëz. Dhe aty e kam kuptu kur gja nuk është manifestimi i libra, kur gja nuk është krejt ato që unë jetoj krahasim me ata se sa e bekume jam unë. Jam ndjetë qa që bekume, jam ndjetë qa që urume, nuk e di çfarë komuniteti kam, çfarë zemrash kam rreth vetës. Dhe tash dëgjoni më të fortën. Krejt këto suksese për shpirtin s'ka në rëndësi heq. Sepse për shpirtin krejt janë këto normale, krejt janë të arritshme, se kur gja nuk i mungon. Kur i shërben diçka e më të madhe se vetja, atëherë suksesi nuk është qëllimi. Kur i shërben ti diçka më të madhe se egos, suksesi nuk është qëllimi, nuk ka qaq rëndësi sa menoni jo. Suksesi është pasoja. Është pasojë thjesht. Kur ti shërben me dashni, kur ti shërben, kur ti jep, kur ti s'nalesh të dhanë, nuk nalesh kur të dhanë. Dhe kupton se prap gjithçka shka jep tjerve, ja jep edhe vetës, e ngrit vetën. Pa e ba për qëta, po e ngrit automatikisht. Sepse ju thash shka i dëshiron tjerve, shka ju don tjerve, e kiti, është e jotja. Uroj që këto që unë jam thashme në këtëne minutave, me i fut ju në praktik, me shkru falenderimin, me shkru realitetin paralel, çdo ditë në formë falenderimin. Faleminderit që jetoj shëndetin e plot, faleminderit për vitalitetin, faleminderit për energjinë që e kam në trupin tim. Faleminderit për jetën e jashtëzakonshme të mrekullueshme që unë e jetoj. Faleminderit për raportet që i kam me fëmijë, faleminderit edhe nëse nuk jetu trupi s'den për dallim, filloni me kriju lidhje të reja. Edhe filloni mu bo qaj person, edhe filloni me jetu në për ju flas prej përvojës teme. Për ju flas prej përvojës teme, sepse unë jam të jetu ato që i kam shkru njerës. E tash a don me elan jeta me të shku në automatizm, qarë se du të me punu, qarë se jemi të punu në akademi çdo ditë me ushtrime, qarë du të me identifiku menimet që ta kryojnë realitetin ty sot. Ato automatike që aktivohen dhe me ndryshu, me i transformu. Po, të punu njerës, të punu çdo ditë, të ja dhon vetës një program të ri, një program të ri, prej të cilit ti kime e pa botën, sepse kur gjon s'ka kuptim, po s'kuptimin që na ja japim. Dhe kur ti fillon me jetu këto bindje që une ti dhash sot, që gjithçka punon për të mirën teme, dhe gjithçka ndodh hala më mirë se sa që unë e imagjinoj. Dhe në çdo problem është një dhuratë më shefun, ti kimi manifestu bindjet e tua. Ti kimi manifestu çdo svi që vjen me më rrit, kap një dhuratë për mu. Ku është dhurata, ti e merr dhuratën edhe vazhdon. Të më thonë, kjo është jeta njerëz, kjo është jeta. Unë vërtet jam e fascinume edhe pse i studioj, i mësoj, kam kry qaq shumë gjana, kam ba qaq shumë gjana, hala më fascinon krijimi, hala wow, kur dikush shërohet, kur dikush ban një diçka t'jashtëzakonshme që tjerët, nështë e quajnë të pamundur, sepse ndryshon bindjen e vet. Fascinohem me krijimin, fascinohem me krejt këto. 2026 do jetë një vit i mrekullueshëm për krejt ne, e di se e ndjej se ka me qenë një vit i lëvizshëm, një vit që kanë me ndodhë shumë transformime, shumë shërime, shumë manifestime, dhe i uroj nga zemra gjithë të cilit prej juve, me ndjej dashurinë e thellë që e keni mrena jush. Ju uroj që të jetoni më të mirat për juve,
mos harroni nuk ka rëndësi çka ka në tavolinë, por kush është rreth tavolinës. Vlerësoni veten, vlerësoni energjinë e juve, duajeni veten, sepse aty fillon gjithçka, është baza në jetë të lumtur dhe të suksesshëm, është vetë dashuria. Punoni ndërtimin e vetë besimit juaj, që mja leju vetës çdo herë e ma shumë, pse jo jeta është ekspanzim, është rritje. Shërbeni me dashuri, jepni me dashuri, çka do që bani me dashuri dhe keni me e pa shpërblimi, keni të sigurt. Ligjet universale nuk gabojnë, janë super të sakta. Ju uroj nga thellësia e zemrës të kaloni festat mrekullueshme. Ju uroj nga thellësia e zemrës një vit të jashtëzakonshëm, një vit të fuqishëm, një vit që keni me jetu në falënderim, keni me jetu në paqë, një vit që keni me e marrë gjithçka që vjen jetën e juve si dhurat, si msim, një vit që keni me i realizu ëndrat e juja, krejt ato shka zemra juve don. Ju dua shumë, ju përqafoj shumë nga thellësia e zemrës, ju uroj festa të mrekullueshme, një vit të mrekullueshëm, dhe krejt antarëve të akademisë i falenderoj nga zemra, nga thellësia e zemrës për besimin dhe për krejt transformimet që ata janë të i bë, sepse gjithçka që na ndryshojmë mrena nesh e ndryshojmë edhe në botë. Ju dua shumë, shifemi në videon e radhës.